Shumë kanë komentuar vizitën e Edi Ramës në dasmën e djalit të George Soros, Alex Soros, dhe është cilësuar edhe si një veprim ose një karshillik që i bëhet Donald Trumpit, duke qenë se në këtë dasëm ka marrë pjesë, po themi, establishmenti i cili deri dje, por edhe sot e kritikon dhe kundërshton Donald Trumpin, siç është Obama apo edhe Bill Clinton. Ju si e keni lexuar këtë vizitë e Edi Ramës në dasmën e Alex Sorosit dhe çfarë do të thotë vetë kjo për Edi Rama në raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe apo luan me dy porta Edi Rama, ku nga njëra anë mban lidhjet me Sorosin dhe nga ana tjetër mban lidhjet me dhëndrin e Donald Trumpit? Në këto momente i dashur, unë ndodhem në Britaninë e Madhe, ju e shikoni besoj, në këto momente ndodhem në Austri, dhe në këto momente ndodhem në Portugali, e shikoni besoj e shikoni. Në çdo moment unë mund ndodhem kudo kur nuk ka transparencë. Pra në këto momente unë jam në Iran, dhe nga Irani nuk dëgjoni bombat, mund të jem në Siri, mund të jem në Rusi. Duhet keni parasysh dhe ju dhe dëgjuesit të mbajmë rezervat tona, sepse e vërteta është që ajo dasëm nuk na tregoj vendodhjen, thjesht na tregoj lajmin, po jo vendodhjen. Po të ishte zoti Rama në Amerikë, mbaje mend nga mua, do të bënte live nga më të fundit, nga më të ndryshme. Po të ishte në Amerikë. Por, të na thot dikush që ngjitur me Amerikën, çfarë vende kufizohen me Amerikën që pa shkelur Rama ose të tjerë në Amerikë? Pra, siç ju thash më përpara, unë momentalisht ndodhem në Rusi tani, në Ukrainë, në Iran, Siri, në Izrael, por e vërteta është që zoti Rama nuk ka qenë në Amerikë. Për ato që i bën lavazh Ramës, a ka qenë në Amerikë apo jo, le t'ja bëjnë, por Rama nuk ka qenë në Amerikë. Atëherë kur Rama do të jetë në Amerikë, do të jetë kur do të ketë ftesën zyrtare dhe të ftohet nga presidenti Trump. Atëherë ejani të flasim, ka qenë në Amerikë, dhe ata që flasin që Rama nuk shkel në Amerikë, duhet të reflektojnë. Po derisa na është bërë lajmi se Soros u martu në Amerikë, sepse është Amerikan, nesër një shqiptar mund të martohet në Afrikë, po kjo nuk do të thotë që është Afrikan apo jeton në Afrikë. Pra do të thotë që vendet lëvizin sipas preferencës që kanë njerëzit që bën një procedurë martësore. Dhe vendodhja nuk ka qenë transparente në Amerikë. Dhe a do ftohet zoti Rama nga Trumpi? A ka vizë Rama nga Trumpi? Apo lejohet Rama të shkojë në Amerikë? Unë e kam thënë tek ju dhe e përsëris. Trumpi nuk ka në politikën e tij politik siç ka pasur Bideni. Pra, ndëshkon kundërshtarët politik të mikut të tij, atë që bëri me Berishën. Trumpi është politik tjetër, është natyrë tjetër. Nuk ka Trumpi natyrën e djallit Biden. E kam cituar disa herë tek ju dhe dua ta përsëris që mos bëhemi do thoja copy-paste me deklarimet e tjerëve. A shkel Rama në Amerikë? A bëhet Rama petito në Amerikë? A Rama arrestohet në Amerikë dhe nuk kthehet në Shqipëri? Duhet të keni parasysh ju këtë gjë. 24 muaj nga momenti kur Trump është futur në shtëpinë e bardhë, duhet të dini që të gjithë kryeministrat e vendeve, të cilët nuk kanë pas një afrimitet me Trumpin, nuk zënë të drejtat ashtu si Trumpi i mendon. Përjashton Melonin,
kryeministrin e Britanisë, kancelarin e Gjermanisë, të cilët Trumpi pati një vizitë, ose më mirë do thoya pati një shkëmbim ose një takim i cili ka të bëjë me disa interesa që Trumpit i duan për Amerikën. Por vendet të tjera që janë pjesë të NATO-s dhe nuk janë takuar ende me Trumpin, në 24 muaj nga momenti ku Trumpi është në karrige, edhe derisa të arrijë afati 24 muaj, do të shikoni qartësi që edhe Shqipëria do të ketë një mundësi takimi, por aty duhet kuptuar, takimi do të bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo do të bëhet takimi në një vend ku nuk është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është në një, do të thoya, konferencë ndërkombëtare kur është në kuadrin e NATO-s ose në kuadrin e paqes ndërkombëtare dhe zoti Rama mund të takojë zotin Trump. Por kjo nuk do të thotë që takimi tregon që kanë rregulluar marrëdhëniet Trumpi me Ramën apo Trumpi e don Ramën. Jo, nuk ka lidhje kjo gjë. Ka lidhje që Rama kërkon të bëjë një foto që na tregojnë ne që shiko, unë pavarësisht se çfarë kam thënë për Trumpin, unë me familjen Trump kam lidhje sepse po i shes Shqipërinë. Po kjo nuk ka lidhje fare me politikat Trump, sepse ne jemi mësuar që politikanët shqiptarë shesin Shqipërinë sikur e kanë të tyre. Dhe një pjesë e popullit ton, të jemi realist, e pranon që shitet Shqipëria. Një pjesë e pranon. Derisa ke votu Partinë Socialiste, don ta shesë Shqipërinë. Dhe mos më bë patriot, se e patriot vetëm për 2 ditë të vitit. Por gjithë këtë kohë, 4 vite e le të shitet Shqipëria. Vendi yt, se ke votu Partinë Socialiste. Dërsa për ata të cilët janë pak më ndryshe, normalisht e shikojnë ndryshe politikën ndërkombëtare. Prandaj, foto e Ramës me Trumpin dhe vajtja e Ramës në Amerikë nuk ka lidhje fare me a pranohet apo jo Rama. Derisa Rama është kryeministër i nderuar, do të pranohet, sepse nuk mundet të kemi konflikt me një shtet, sepse një shtet tjetër nuk do kryeministrin tënd. Pra, logjika të ngrehet përtej njeriut dhe të reflektojmë të gjithë nga logjika dhe të themi njerëzve që një shtet nuk mund të godas një kryeministër kur është në detyrë. Të ikë Rama nga detyra, jo në ngrada, po model do bëhet. Model, po kur ju them model, as ju nuk do ta besoni modelin që do i krijohet Ramës. Dhe Rama vetë nuk do ta besoj ç'a modeli do të jetë në shoqërinë shqiptare, edhe si kur ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Do them 2 raste. Nicolas Sarkozy në Francë, njeriu do thoya politikan më i fortë i Francës, ka përfunduar në arrest shtëpi dhe i dënuar. Rasti Veliaj në mendjen ton ka qenë i fortë kundër Ramës. E ke në paraburgimin e Durrësit. Vetëm to 2 fakte dua t'ju them që duhet njerëzit të reflektojnë dhe mos të mendojnë se pushteti është ai i cili është i përjetshëm. Ai që ka pushtet të përjetshëm, që vetëm njerëzimit i fiket drita dhe atit kur, është Zoti, por jo politikës, as njeriut.